Të mërkurën, Shtetet e Bashkuara rrëmbyen një cisternë nafte pranë Bregdetit Venezuelës, një hapëri në agresionin e vazhdueshëm kundër vendit të Amerikës së Jugut nga administrata e president amerikan Donald Trump, shkruan Belen Fernandez, opinioniste dhe eksperte politikave ndërkombëtare. Sipas saj, gjatë muajve të fundit, SBA ka shpërthyer në mënyrë të shfrenuar varka të vogla në detin e Karaibeve, së bashku me pasagerët e tyre, të cilët Trumpi ka përcaktuar në mënyrë thuajse telepatike si trafikant droge. Duke ushtruar presionin e tij për egzagerim absurd, Trump deklaroi të mërkurën se anija e sekuestruar ishte një cisternë e madhe, shumë e madhe, më e madhja që është sekuestruar ndonjëherë në fakt. Se përket faktit të ngarkesës së vlefshme të cisternës, Trump komentoi: "Supozimi im është se do ta mbajmë naftën." Padyshim, ky koment nuk ndihmon shumë për të mbështetur pretendimin amerikan se nuk synon as pak rezervat e mëdha të naftës së Venezuelës, por thjesht po përpiqet të mbrojë hemisferën nga narkoterroristët e errët venezuelian që synojnë të përmbytin atë dheun me fentanil dhe produkte të tjera vdekjepruese. Sipas fantazisë trumpiane, shkruan Fernandez, kreu i këtij operacioni narkoterrorist nuk është askush tjetër veç se vetë presidenti venezuelian Nicolás Maduro. S'ka rëndësi fakti se Venezuela ka afërsisht zero lidhje me drogën që hyn në SBA dhe as nuk prodhon fentanil, shkruan Fernandez. Në momente të tilla, vazhdon ajo, nuk mund të mos kujtohet sjellja e SBA-s ndaj një vendi tjetër të pasur me naftë në fillim të këtij shekulli, kur presidenti atëhershëm amerikan George Bush mbikëqyri një fushat masakre në Irak, të bazuar në akuzat fabrikuara për armë të shkatërimit në masë. Por me gjithë diskutimet për një luftë të mundshme amerikane kundër Venezuelës, të cilën Trump e ka kërcënuar prej muajsh, fakti është se SBA-ja tashmë po zhvillon luftë kundër këtij vendi. Pas mbështetjes së një grushti shteti të dështuar në vitin 2002 kundër paraardhësit të Maduros, Hugo Chavez, një ikon socialiste dhe gjemp në syrin e perandorisë, SBA-ja vendosi sanksione ndëshkuese ndaj Venezuelës në vitin 2005. Sipas Qendrës për Kërkime Ekonomike dhe Politike me seli në Washington, këto sanksione shkaktuan më shumë se 40.000 vdekje vetëm gjatë viteve 2017-2018. Kushdo që dyshon në vdekshmërinë e qëllimshme të masave shtrënguese ekonomike, duhet të kujtojë përgjigjen e vitit 1996 të ambasadores së atëhershme amerikane në OKB, Madeleine Albright, ndaj vlerësimit se gjysmë milioni fëmijë irakian kishin vdekur si pasojë e sanksioneve amerikane. Ajo atëherë tha: "Ne mendojmë se çmimi ja vlen." Sanksionet e Venezuelës u shpërsuan ndjeshëm nga Trumpi në vitin 2019 me synimin për të ndihmuar Juan Guaidon, një figurë e panjohur e djathtë që ishte veçpatur presidenti i përkohshëm i Venezuelës në përpjekjet e tij për të rrëzuar Maduron. Këto përpjekje dështuan dhe Guaido përfundoi në Miami, por sanksionet vazhduan të shkaktonin shkatërrim. Në mars të 2019-s, ish sekretari amerikan i shtetit i administratës Trump, Mike Pompeo, u mbur para mediave për efektivitetin e luftës ekonomike. Rrethi po shtrëngohet, kriza humanitare po rritet nga çasti në çast, ju mund ta shihni dhimbjen dhe vuajtjen në rritje që po përjeton populli venezuelian, pati thënë ai. Në të vërtetë, ndërsa narrativa zyrtare thotë se sanksionet synojnë pushtetarët, çmimin e paguan popullsia gjerë. Në vitet pas vetë zgjedhjes së dështuar të Guaidos, vuajtja që po përjeton populli venezuelian u bë gjithnjë më e dukshme dhe deri në vitin 2020, ish raportuesi special i OKB-s, Alfred de Zayas, vlerësoi se 100.000 venezuelian kishin vdekur si pasojë e sanksioneve. Në vitin 2021, ekspertja OKB-s Alena Duhan raportoi se bllokada ekonomike kishte bërë që më shumë se 2.5 milion venezuelian të përballeshin me pasiguri të rëndë ushqimore. Kjo pa përmendur shpërthimet dhe sëmundjeve të kontrolluara më parë, vonesat në rritjen e fëmijëve dhe mungesat e ujit dhe energjisë elektrike. Ndërkohë, pikërisht në momentin kur Trump po ndjek të ashtu quajturit trafikant droge në Venezuelë, shkruan Fernandez, ai vendos të falë Juan Orlando Hernandezin, ish presidentin e djathtë narkotik të Hondurasit, i cili u dënua vitin e kaluar në një gjykatë federale amerikane. Në tetor, Trump autorizoi CIA-n të kryejë operacione të fshehta brenda Venezuelës, të njëjtën CIA që, siç dihet, ka qenë zhytur në tregtinë e drogës prej dekadash, thot Fernandez. Sipas saj, teksa SBA-ja po shkon drejt një lufte tjetër surreale, e armatosur me gënjeshtra flagrante, fjalët janë vërtet shpesh të vështira për të gjetur.